Durrës si destinacioni për të kaluar natën e ndërrimit të viteve, por dhe ditët e para të vitit të ri. Megjithëse dhjetori është periudha që konsiderohet si sezoni i ulët, fondi i këtij viti gjen strukturat hoteliere të rezervuara në të gjitha kapacitetet e tyre akomoduese, jo vetëm për turistë nga rajoni që kanë zgjedhur qytetin bregdetar, por dhe për ata përtej Oqeanit Atlantik. Këtë vit hotelet janë rezervuar për të kaluar natën e vitit të ri thuajse në masë 100%. Nga shtetet të huaj me kombësi të ndryshme, nga Slovenia, Bullgaria, nga Gjermania, shumë prej të cilëve kanë përjetuar për shumë net. Sikurse është publikuar në një nga lokalet e plazhit, ka dhe një grup nga Amerika, diku rreth tek 30 personave që kanë vendosur të vinë të kalojnë natën e vitit të ri në Shqipëri. Hotelet janë duke detajuar elementet e fundit të dekorit festiv, ndërkohë që në shumë lokale, menuja e darkës së ndërrimit të viteve do të jetë tërësisht shqiptare. Zgjatja e sezonit turistik dhe kthimi i Durrësit në një destinacion të vizitueshëm nga turistët nga gjithë bota është një fakt i pranueshëm nga të gjithë vitet e fundit. Ndërkohë sezoni i vitit të ardhshëm pritet të jetë i suksesshëm dhe të nisë me risi të mirëpritura nga operatorët turistik. Në vitin 2026 nis më herët sezoni. Do të fillojmë rreth fundit të muajit mars. Rezervimet e para janë shtetës austriak, të cilët kanë vendosur të vinë në Durrës për turet e tyre turistike dhe presim nga funi i muajit mars rreth 2200 shtetës austriak, të cilët kanë rezervuar hotelin ton. Kemi dhe një tjetër rrezik që po shtohen dita ditës shtetësit nga Anglia. Shtetësit anglezë janë gjithnjë prezent në hotelet e Durrësit. Aktualisht me një numër më të vogël, por gjatë periudhës së verës ka një kërkesë shumë të lartë. Është shprehur administratori i një biznesi turistik në plazh.